Do të lexojmë një hadith nga Musnad Ahmed në lidhje me një ndodhi mjaft të çuditshme të Muhamedit. Nga Musnad Ahmed në seksionin Transmetime nga Abdullah ibn Masudi lexojmë. Abdullah ibn Masudi tregon: I dërguari i Allahut më thirri, kështu që u nisëm derisa arrita në një vend të caktuar, dhe ai vizatoi një vijë për mua dhe më tha: Qëndro midis dy skajve të kësaj, mos dil jashtë saj. Nëse del jashtë saj, ka mbaruar për ty. Abdullahu tha: Dhe kështu qëndrova atje. Pastaj i dërguari i Allahut shkoi një hedhje guri larg ose pak më tej ose diçka e tillë. Pastaj ai, Abdullahu, përmendi një grup antarësh meshkuj, hanen, domethënë burra, që dukeshin si populli Zut. Afani Rëfeu, ose diçka e ngjashme me atë që tha Afani në dasht Allahu. Ata nuk kishin rroba veshur, por unë nuk mund t'i shija organet e tyre gjenitale, dhe ata ishin të gjatë dhe të dobët. Ai, Abdullahu, tha. Dhe ata erdhen dhe filluan të hipnin, i arkabon, mbi të dërguarin e Allahut, dhe profeti i Allahut filloi të recitonte atyre. Dhe ata filluan të afroheshin dhe të përkuleshin rreth meje, dhe të më pengonin, dhe unë u tmerrova shumë prej tyre, kështu që u ula, ose diçka e tillë. Dhe kur agoi agimi, ata filluan të largoheshin, ose diçka e tillë. Pastaj i dërguari i Allahut u kthye i raskapitur dhe me dhimbje, ose praktikisht me dhimbje, nga mënyra se si e kishin hipur. Ai tha: Vërtet jam i raskapitur, ose diçka e tillë. Pastaj i dërguari i Allahut e vuri kokën në prehrin tim, ose diçka e tillë. Dhe burrat erdhen me rroba të gjata të bardha, por i dërguari i Allahut kishte rënë në gjumë. Dhe unë u tmerrova më shumë prej tyre se sa herën e parë. Për sqarim duam të shtojmë se ky hadith është sahih, pra i besueshëm. Dhe gjithashtu duhet të theksojmë dhe faktin se është një hadith i transmetuar nga Abdullah ibn Masudi, që është ai për të cilin Muhamedi ka thënë mësojeni Kur'anin nga 4 njerëz, dhe të parin ka vendosur Ibn Masudin.